Shembull tjetër është po ashtu nga tregimi i Musait alayhis salam, mirë po në këtë rast gruaja e faraonit apo Asia. Edhe këtë besimtare Allahu subhanahu wa taala e përmend në Kur'anin famlar. Ajo kur i pa argumentet me të cilat kishte ardhur Musai alayhis salam, e besoi atë me të cilën u dërgua Musai, besoi në Allahun dhe në pejgamberllokun e Musait alayhis salam. Dhe në fillim e fshehte besimin e saj, nuk e shfaqte. Mirë po pastaj kur i pa veprat e këqija të faraonit, dënimet që u bënte besimtarve dhe torturat me cilat i torturonte ata që i besonin Musait alayhis salam, siç e përmend Allahu në ajet tjetër ku thotë se do t'i vrasim, do me thonë edhe sirbazat, po edhe popullin e Musait alayhis salam, e kështu me radhë, sepse nuk i erdhi ndihma më njëherë Musait alayhis salam. Kaloi një kohë si sprov për besimtarët. Atëherë ajo vendosi që ta shfaq besimin e saj. Dhe ti tregoj direkt faraonit se edhe ajo është besimtare, duke u munduar pra që ta bind atë, po edhe nga ana tjetër që ta shfaq revoltin që e kishte kundër faraonit dhe veprave të tij të këqija. Mirë po subhanallah, shikoni se çka ka bëu zullumqari. Gruan e vet, e lidhte në hunja do të thonë në druna të ngulur në tokë. 4 druna ja lidhte durrët dhe këmbët e saj dhe dënonte kur ishte dielli më i nxehtë. Do të thonë diellin përclues. E dënonte një kohë të gjatë duke i thonë besom se unë jam Zot. Po ajo gruaja e tij e din se nuk je ti Zot. Mirpo ajo mendjemësia subhanallahu dhe zullumi i madh ja kishin qëruar syt këtij zullumqari. Mirë po ajo nuk pranonte që ti besoj ati, nuk pranonte që të mohoj në Allahun subhanahu wa taala. Dhe kur largohej faraoni dhe ja ndalte torturat, e luste Allahun duke i thonë: o Zot, më ndërto një shtëpi në xhenet pranë teje dhe më shpëto prej faraonit dhe popullit zullumqar. Pra edhe pse ishte grua, ja vlen që të jetë pra shembull madje edhe për burrat, sepse me veprat e saj i tejkaloi edhe shumë burra prej muslimanëve, të cilët kur vjen ndoshta një sprovë dhe më e lehtë zbrapsen dhe tregohen të paqëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala.